Gjatë natës së kaluar në shtëpinë e Big Brother, marrëdhënia mes Tonit dhe Benitës mori një vëmendje të veçantë, pasi dyshja kaloi një pjesë të gjatë të orëve të vona pranë njëri tjetrit. Atmosfera në shtëpi ishte e qetë, me shumicën e banorëve të tërhequr në dhomat e tyre, ndërsa Toni dhe Benita zgjodhen të qëndronin bashkë, duke zhvilluar një nga bisedat e tyre më të ngrohta deri tani. Qasja e tyre e përzemërt dhe mënyra se si komunikonin treguan qartë se lidhja midis tyre po bëhet gjithnjë më solide, ndërsa rinin të shtrirë dhe të mbuluar, Toni u tregua i hapur, i sinqert dhe i kujdesshëm në mënyrën si i drejtohej Benitës. Ai nuk hezitoi ta përgëzonte për pamjen dhe karakterin e saj, duke i thënë se ajo ishte jashtëzakonisht e bukur, me një tërheqje natyrale që binte në sy. Për Tonin, Benita nuk ishte vetëm një vajzë simpatike, por dikush që kishte sharmin e vet, një ëmbëlsi të veçantë dhe një mënyrë komunikimi që të bënte ta dëgjoje me vëmendje. Komplimentet e tij dukeshin të menduara dhe të sinqerta, jo të thëna për efekt loje apo situate. Benita, nga ana tjetër, shfaqte një qetësi të rrallë. Ajo duke i relaksuar, sikur ishte në një zonë të komfortit emocional ku ndihej e sigurt dhe e vlerësuar. Mënyra si e dëgjonte Tonin, si i përgjigjej me ton të butë e të buzëqeshur, tregonte se edhe ajo po e shijonte këtë afrim gradual. Nuk kishte tension, as ngurim, vetëm një komunikim i natyrshëm dhe rrjedhshëm mes dy personave që po njihen më thellësisht çdo ditë. Ndërkohë, edhe pse banorët e tjerë nuk ishin të pranishëm fizikisht në atë moment, ata e kanë vënë re qartë që prej ditësh se mes Tonit dhe Benitës po krijohet një afeksion i dukshëm. Disa shprehen me shaka, të tjerë me kuriozitet, por përgjithsisht të gjithë e perceptojnë se kjo nuk është thjesht një simpati e rastësishme. Në sytë e publikut dhe të shtëpisë, raporti i tyre po fiton formë dhe po merr ngjyrat e një lidhjeje që mund të zhvillohet më tej. Nata e kaluar thjesht e thelloi këtë përshtypje.